përshtyp të njoftoj që ditën kur Kuvendi do të shqyrtoj mandatin apo imunitetin e Belinda Ballukut, Partia Demokratike do të thrasë në protestë qytetarët përpara selisë së parlamentit. Që nga i moment, nëse shkon skenari i refuzimit kërkesës prokurisë dhe shndërrimit Kuvendit në një bunker kundër drejtësisë për të mbrojtur të korruptuarit, qytetarët do ta trajtojnë Kuvendin e Shqipërisë si bunker ku janë strehuar të korruptuarit dhe që do duhet edhe të shëmbet. Prandaj dhe mesazhi im është i qartë, ditën kur Kuvendi shqyrton kërkesën për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut, qytetarët janë të ftuar në protestë përpara selisë së Kuvendit, që nga i moment nëse mbahet imuniteti shndërrohet në selinë